Ngërqen institucional. Në fakt ajo që kemi vrejtur gradualisht, presidentja ka shku me një ritëm të reagimit duke ju përshtatur, si më thonë, në gjendjes politike dhe veçanërisht si më diskutimeve të partive të mëdha politike që duke pa në sensin asaj që po thuj se asnjërs prej partive të mëdha politike aktualisht siç po shihet nuk do të duke i konvenuar një koalicion i shumë i madh deri pas zgjedhjeve lokale. Dhe të njëjtën kohë si duket edhe ajo është përshtatur për brenda këtij ritmi që njëherë caktohen zgjedhjet lokale, pastaj shikohet mundësia kushtetuese të shkon kushtetuese rasti në mënyrë që të ketë kohë të merr kjo kohë prap dhe të lehet domethënë që në marrëveshje me partitë politike të marrin zgjedhjet pas zgjedhjeve lokale apo të jep pak një periudhë kohore më të hershme se sa që do të marrin zgjedhjet lokale. Domethënë dhe kësaj mendoj që siç e thatë ajo mund të ketë pasur ndonjë kalkulim edhe politik. Sa unë kam njohuri dhe informata, zonja Osmani sigurisht që lëbën tek ambasadat e huaja për një mandat të dytë, konsensual. Sigurisht është në drejtën e saj, siç e tha dhe kolegu më herët, ajo ka edhe drejt, por natyrisht që në këtë rast përveç drejtës kërkohet me i pas edhe votat në Parlamentin e Kosovës, gjatë që fuqia e saj politike aktualisht është bukur në ramjen kuptimin jo personal, po të një qenurit pjesë një partije politike. E dyta, ajo që ka pasur vërtet konsenzusin kaluamën, vërtet është ashtu siç e tha kolegu ose deputeti Behrami, sepse është vërtet që gjendja e Kosovës ka qenë më ndryshe, po sistemi politik s'ka ndryshuar kurrë pjatëshit. Nëse na shohim sistemin proporcional, çdo lider politik i cili është çat racionalitetin para egos së tij politike, ai do të më kuptuar që pa një marrëveshje politike nuk ndërtohen institucionet. Dhe pavarësisht që Kosova ndonë se ka forcuar një moment ose një tjetër legitimitetin dhe legalitetin e saj politik, ajo është ende një shtet i cili po përpiqet me u forcu ndërkombëtarisht, është ende një shtet i pakryer, dhe kjo ty ta bën domosdoshme, si më thon, shtok kësaj sistemin politik që e kit pa domosht tjetërsueshëm opsionin që ti dush me bashkëpunu me njërin prej partive të mëdha për me kriju institucionet. Dhe kjo që është vërejt, o pa që zoti Kurti përveç ti dhe të tjerëve ka ndodhur ajo që thot presidenti Ahtisari dikon librin e tij, thotë misionet ndërkombëtare janë të mira, por kanë janë si cigare, kanë fillon me pi për çef, po dikur varrosh pityne. Na kena fillu pak me pasat varësie dhe është e vërtetë që mos me pacien ata na shumë sene me na palon mi bo, i kishëm bo maket se Shqipëria dhe vendet tjera të rajonit, po thuj se kishëm shndru vendin në autokraci, jo në demokraci liberale, si që ka funksionu tek ne, dhe fatkeqësisht po them ka ndodhur kjo. Fatbarësisht do duhej të ishte kur neve sot na u kanë lejon, si më thon, duhet më të lira të gjejmë një zgjidhje politike. Ambasadorët tjerë dhe po bëjnë thirrje her pas here, është ambasadori. Po bëjnë, po nuk janë të inkorporuar, dhe kjo është krejt normale, mendoj sepse na kanë lënë me pa vetveten. Amerikan nuk po flet. Dhe dëshiroj me përfunduar, mendoj që përgjithësi kanë gjitha partitë politike, po më shumti ka përgjithësi partia që takon me themelu institucione, sepse ka fituar zgjedhjet, ka drejtën siç thuhet zotit, po të popullit me gjet mundësi për me themelu institucionet. Ajo që po shihet nuk është duke i konvenuar aktualisht. Të asaj partije se theksuat që sistemi ynë përcakton ashtu që ai që ka më shumë të vota do të provojë pari të bëjë institucionet. Po shohim që nuk ka mungesë vullneti për ta bërë një gjë të tillë. Atëherë kur jemi në situatë të tillë, do të ketë një arbitër tjetër që vendos disa rregulla. Profesori tha që presidentja edhe me kushtetutë ka një rol të tillë. Tjetë garantuese vjeshmërisë së kushtetutës, është një farë forme gardiane e kushtetutës. Është, megjithatë, ajo mund ta bëjë një çështje provokimit procedural, po në fund ditës është si më thon aktori më me pak pesh në krejt këtë lojë. Këto kanë fuqinë partitë politike. Nëse diçka do duhet shtyhej tutje, mendoj që mund të bëhet vetëm me marrëveshje politike. Ju keni qenë te presidenti në takim, praktikisht lideri i partisë ka qenë. Presidenti ka thënë që i ka dëgjuar kërkesat e partive. Cila ka qenë kërkesa e PDK-s në atë takim, në Tryezë? Çfarë keni shtruar si kërkesë urgjente? Ose ide e juaja, dal nga kriza? Kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës tashmë është publike. Zoti Memli Krasniqi, kryetari, po edhe kandidati për kryeministër Bedri Hamza kanë bërë publike kërkesën tonë. Ne jemi të interesuar që sa më shpejt të ketë konstituim të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ato po e thon çdo ditë, çdo ditë. Edhe PDK-ja nuk është konkrete për dal nga kriza. PDK-ja është, si më thonë, në një situatë kogja të vështirë dhe të rëndë, se çka po përjeton Kosova, po përjetojmë ne për herë të parë. Këtë ngërshë politike tjera kanë qenë të natyrës këtij tjetër. Do të thonë se nuk e pas, gjithmonë ka pas palë
që kanë bloku, po kanë qenë disi dhe të gatshëm edhe për negociata, edhe për dialog, edhe për kompromise. Na për herë të parë përjetojmë një lider politik i cili dëshiron diktat, do të thotë edhe i cili dëshiron dominim, me çdo kusht. Edhe nëse dëmtohet Kosova, edhe nëse dëmtohet interesi e Republikës së Kosovës. Pra, ma herët ka pas interesa politike, lider politik kanë pas interesa politike për me nda kulaqen e pushtetit, për me pas ma shumë vendimarrje në pushtetit, kështu me radhë që janë legjitime, ndodhe dhe gjithku në botë. Po për herë të parë, përballë kemi një njeri i cili nuk i respekton rregullat. Do të thotë, ai është në kërkim të rregullave për me i shkel. E qartë, por dikush, tash po e bëj një digresion kështu, dikush që nuk e njeh fare skenën politike të Kosovës, po t'ja shpjegosh këtë situatë, po mirë, po pse nuk e votoni atë kandidat që ka vu partia? Ku është problemi? Unë sot e pata një takim me disa ish kongresmen. Nuk është e denuar për të një vepër. Nuk ka të kaluar kriminale. Megjithatë, është një pozitë, roli i kryetarit kuvendit padyshim është pozitë shumë e rëndësishme. Por me që i takon partisë së parë ta bëj atë, pse ju intereson kaq shumë emri? Unë mendoj që ekziston këtu një keq kuptim i qëllimshëm që është bë edhe është spinu në opinion publik, është koklu në opinion publik nga lëvizjeve të vendosje. E diskutimi i gjykatës kushtetuese nuk thot që partia fituese domosdoshmërisht të gjithë duhet me ia votu kandidatin. E ka të drejtën e propozimit. Ti i përmendë diplomat, kam qenë në kongres, sot kam taku disa ish kongresist këtu në Prishtinë. Pyetjen e parë që e bojnë ata, thonë, këta që kanë fitu shumicën, a kanë bo përpjekje për me ju ofru juve, me bo dialog me juve, me bo kompromise me juve. Pra, kjo është natyra se që është funksionon në perëndim. Kur ti nuk e ke shumicën, nuk mund është ti me arogancë me thonë nuk e qare pa bo këta.